Të nderuar xhamatli, e falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin i shprehim atij. Allahun ton e falenderojmë prej tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet dhe mirësi kërkojmë. U dërgojmë selavatet dhe selamet tona pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vulës së krejt pejgamberëve më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit xhalleshanuhu qofshin mbi të, mbi familje dhe mbi mbar ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, synetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi i jonë dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, hamd, falenderim i bojmë Allahut xhalleshanuhu që pas çdo sakrifice ne i kalon nga një fest, nga një kremte, e ne vetëm sa kemi dal e ende sot jemi pjesë e kremtës dhe festës së Kurban Bayramit, një kremte dhe një fest e cila vjen pas një sakrifice të haxhit dhe ngërthehet thellë edhe me sakrificën individuale, personale dhe familjare dhe tendencën tonë të lidhjeve me Allahun xhelle xhelaluhu ve xhalleshanuhu përmes thërrjes së kurbanit, ofrimit të Zotit te bareke ve teala dhe përmes shpërndarjes së mishit të tij të ofrohemi edhe me njerëzit, me krijesat e Zotit xhelle xhelaluhu ve xhalleshanuhu. Të nderuar, për veten time dhe për të gjithë ne, këto akte, këto festa, nuk janë vetëm festa sa për të kaluar në për to, dhe ne pas tyre, me njëherë ti rikthehemi asoj përditshmërisë tonë, duke mos provu që mesazhet e këtyre festave të mos i zbatojmë në praktikat tona të jetëve tona. Pra qëllimi, urtësia kryesore e këtyne trajnimeve, këtyne trajtimeve, atje të Ramazani një muaj ditë, e këtu të Bajrami i Kurbanit 10 ditë të muajit Dhulhixhe, e kështu me radhë, e sakrifica e kurbanit, e mesazhi i sakrificës e kurbanit, e historiku i tina shumë i madh, e sakrifica e haxhit, e mirësitë e haxhit, e krejt këtu janë një mesazh që neve duhet të na shoqërojnë edhe pas festës. Se ne po e përsërisim se arsyeja e trajnimeve edhe tona në jetët tona që i bojmë në për profesionet e tona, nuk është që na më u tregue të kulturum edhe të mirë aty në trajnim. Arsyeja e trajnimeve është që ato mësime që i morëm prej trajnimeve mi zbatu tani në praktik gjatë jetës mas trajnimit. Edhe urtësia, edhe ombelësia e këtyre datave, këtyre festave, këtyre trajnimeve, këtyre trajtimeve, këtyre ngritjeve, këtyre mrekullive që Zoti xhalleshanuhu na i ka thue, e sidomos në për këto festa apo gjatë gjithë jetës, është që mesazhet e tyre na me i vazhdu edhe mas festave, gjatë tërë jetës, gjatë tërë vitit. Gjatë tërë vitit me provu me konë solidar, gjatë tërë vitit me provu me konë dërlir, me konë zemërgjan, me kontaktue me miqt, me shok, me njerëzit, me të afërmit, me farefisin, me familjen, me i vizitu ata edhe pas festave.
Vizita e festave me konë vetëm si një qelc që e hop derën, që e hop portën, e vizitave tani të matutjeshme kohë pas kohë, her pas here. Sakrifica edhe zemërgjërsia e shpërndarjes së kurbanëve me konë vetëm një qelc i hopjes së portës së mirësive tona ndaj atyre që kanë nevojë, ndaj miqve, ndaj shokëve, ndaj kujshive, ndaj farefisit e kështu me radhë. E atona me i vazhdu edhe matutje se po thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, vepra më e dashur te Allahu xhalleshanuhu është ajo që bëhet në vazhdimsi. Nuk bëhet e kufizuar në kohë. Veç kur vje bajrami me konsolidor, veç kur vje bajrami me jashtri dorën njëri tjetrit, veç kur vje bajrami me vizitue njëri tjetrit, veç kur vje bajrami me përshëndet apo me thirr apo me i shkrue njëri tjetrit, edhe moni vet mos me kthy kryt. Ka familja, ka farefisi, ka akraboja, ka miku, ka shoku, ka vllau, ka nevojtari, e kështu me radhë. Pra po thot pejgamberi, a doni me ditë cila është vepra më e dashur te Zoti? Cilën punë që e bojmë na e don Zoti më shumti? Po, është ajo që bëhet vazhdimsi. Edhe nëse është pak, edhe nëse është e vogël, nuk është gojle, Allahu nuk po lyp shumë prej neve e veç një moment. Jo, po thot pak, po me vazhdue. Gjatë gjithë vitit me konë i lidhun për asaj vepre. Dhe me morë atë qëllimin kryesor që ka pas kjo fest në përgjithësi, e sidomos therrja e kurbanit në veçanti, sepse Allahu xhalleshanuhu në surën e madhe El Hajj ajeti 37 po thot: te Allahu nuk arrin as mishi, as gjoku i kurbanëve t'juj. Çka më rrin te Zoti për kurbanëve tonë? Qëllimi, njeti i pastërt i joni që e kena, që për hir të Allahut xhalleshanuhu na me konë gjendje me sakrifikue një kafshë të caktuar të cilën Allahu e ka lejue me e bo kurban. Pra, ky njet i pastër, ky qëllim i pastër me na pasu neve edhe pas festës, me na dlirësu neve edhe pas festës. Sepse e dim atje historikën e madh, shembullin e madh të Ibrahimit me djalin e tij Ismailin, kur Allahu xhelle xhelaluhu ve xhalleshanuhu e vuri në sprovë të madhe Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Dhe unë kajhere ndalem edhe meditoj në atë duke u shkput pak për një qast, për një pjesë momenti në atë që ka bo Ibrahimi alayhi salam. Bëllë një sytë për një qast edhe mendoni ata që kanë fëmijë. Sikur të na kisha ardhur neve një urdhër i tillë. Nëse e don Allahun për një me, nëse don mu më kallëzu, i ka thonë Zoti që vërtet po më don ti mu, edhe jenë gjendje me bo gjithë shka për muë, merre djalin edhe po në kurban, që atëherën e binda që ti për një me e kije dashije ndaj meje. La ilaha illallah. Çfarë sprove më dhe. E njëherë nuk ka harroj kur tu e ligjeru që të ligjerat një xhamatli në xhami e kishte djalin ofër vetit, edhe unë isha thellue në ëmbëlsinë e ligjerimit kësaj ligjerate të thonë
se llogariteni sikur Allahu xhallashanuhu na kish kërku edhe neve me boni sakrificë till, aja kish kop dorën djalit vet dhe shtrëngoi ke. Ish fut nat meditimin e asaj se me të vërtet sikur Allahu na kish sprovu diçka me një sprovë të tillë. A kish pos dikush për neve që e kishëm dhonë këtë provim sikur që shë dha Ibrahimi a.s. Dhe mas ligjëratës gjumos unë dalëm edhe po bisedojmë, thash qa ndodhi, vallahi tha mëre hoqë, qa që thellë tha isha pas thellue, dhe e kisha pas shtrengu djallit dorën, tha dhe nuk e disha heq, që jam të e shtrengu qa që fort djallin për dore, djallin tim. Po çka pa të qëllim Zoti Gjelle Gjelaluhu ve Gjelleshanuhu? A tho Allahu Gjelleshanuhu ai i cili na don neve, ty, mu dhe krejt neve, ma shumë se nana e vladin e vet që e don. A tho është i interesum Zoti që gjën ma të shmushme që na i ka fol me na shti neve me sakrifiku qatë shumë, me bo kurban fëmijën tonë për të. Ako Zoti që si qëllimi? Ako Zoti që si provimi me na qitë neve me thonë, qka, apo do më kallëzu që më do në shuma, bënë e filën punën pra për muaj. Jo. Qa ka pos për qëllim Allahu Gjelleshanuhu? Zoti Gjelleshanuhu ka pos për qëllim edhe të Ibrahimi, edhe për mes historiku të Ibrahimit, mu edhe neve krejtve derin kiamet me na thonë dhe me na të regu se Allahu Gjelleshanuhu dën me po pastërtin e zemrave dhe shpirtave tonë. Na sa jemi në gjendje, na sa jemi të gatshëm me bo për Zotin Gjelle Gjelaluhu ve Gjelleshanuhu. Dhe në momentin që na e kena pastërtin edhe gatishmërin e Ibrahimit a.s. me zbatu urdhnin e Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelleshanuhu, si të na vjen në moment pasha madhnin e Allahut Gjelleshanuhu, pasha shambullin e madh që ja dha Allahut Gjelleshanuhu Ibrahimit a.s. e përmes tina edhe neve krejtve, o besim drejt, o besimtar, o ju që ja keni dhonë besin të modhit Zot Gjelleshanuhu, hajde ti pastrojna bashk shpirtat, zemrat edhe qenjet edhe njetit tona, edhe t'jena në gjendje edhe t'gatshëm me sakrifikue për Allahun Gjelleshanuhu, qyshke Ibrahimi a.s. gjendje me sakrifikue, ma dje, jo vetëm Ibrahimi a.s. ishte në gjendje me sakrifiku për Allahun Gjelleshanuhu. Po, edin që shë gjetëm të gatshëm Ismailin, për të cilin u urdhëru mu bo kurban. Qka i tha Ismaili? Djali i vogël. Qka be që si bobe jetë ja? Po do më prej muë për mi kallëzu Zotit që ti je besimtar dhe e dënë Zotin shoma? Ja. Nuk i tha kështu. Ismaili, fëmi, tha o boba jem, atë ka urdhnu Zotit që shtu me bo? Tha po. Atëherë tha krye urdhin e Zotit, se mu ki më gjetë prej durimtarve. Mu ki më gjetë për sabërlive. Qfar edukate e komunikimit mes prindit edhe fëmijës? Qfar edukate gjejmë, qfar urtësie gjejmë këtu? Tek edukimi, tek komunikimi mes prindit edhe fëmijës. Që sot fatkeqësisht po na mungon shumë ky komunikim, ky kultur, kjo mënyrë të komunikuarit mes neve si prind edhe fëmijëve tonë. E veç kur jena na të gatshëm qështu me sakrifiku për Allahun Gjelleshanuhu, se cilit prej neve, që na godet sëmundja, që na godet sprova, që na godet një telashe, një mërzi, një hall, një breng, se cili prej neve që e kena një synim, një qëllim, për me realizue një punë,
për me te i kalu një sprovë, për me te i kalu një smundje, për me te i kalu një problem. Duhet me na gjetë Allahu Gjellëshanuhu të bindur edhe të vendosur, sikur Ibrahimin alayhi salatu vesselam, që ke i bindur dhe i vendosur në Allahun Gjellëshanuhu ve Gjellëshanuhu. Edhe me zbatu urdhrin e Zotit, pa e diskutu fare. Duhet me na gjetë të bindur dhe të vendosur, sikur Ismailin alayhi salam me pranu prej babës tina vendimin e Zotit Gjellëshanuhu ve Gjellëshanuhu. Edhe nëse na gjen të ktill të vendosur, pa shamadhnin e Allahut se cilit prej neve këmi ardhë kurbani, se cilit prej neve këmi ardhë kurbani, se cilit prej neve këmi ardhë shtoza, se cilit prej neve këmi ardhë mesazhi, urdhri, urtësia e Zotit Gjellëshanuhu, ndoshta edhe në çast me zgjidhat problem, se për Allahun Gjellëshanuhu nuk është zor, as me na i shërut smurit ton, as me na i me shërut vdekurit ton, as me na i zgjidh problemet e tona. Nuk ka problem në botë, madje dhe me i tubue problemet e krejt njerëzve si përfoqet tokës, çka i kena komplet, problemet, hallet, brengat, e lashet, mërzit, nuk mujnë me mujt mshiren, rahmetin edhe gatishmërinë e Zotit Gjellëshanuhu për më na i zgjedh problemet, për më na i fal mëkatet, për më na i shërut smurit ton, për më na i më shërut vdekurit ton. Ky është mesazhi, urtësia e ëmbël, e mirë, e madhe e kësaj feste dhe këtyre veprimeve në këtë fest. Allahu Gjellëshanuhu na bof në vazhdimsi solidar. Allahu Gjellëshanuhu na bof në vazhdimsi zemërxhan. Dhe imazhet, mesazhet e këtyre festave me i zbatu në praktikën e jetëve tona. Sadakallahu l-azim.